Në moton koha është ardhmëria tash. Opozita e bashkuar e udhëhequr nga LSDM-ja mbrëm ka mbajtur tubim në Tetov. Lideri i LSDM-s Branko Crvenkovski edhe njëherë theksoi se zgjedhje të parakoshme do të ketë. Le të mbajni natë dhe kush e di se cilën herë me radhë gënjejnë. Për ata ikje nga dënimi i rënd i popullit nuk do të ketë. Mos e pritni shtatorin, tani është mundësia të korrin fitore të dyfisht, sepse vota juaj më 24 mars do të numërohet 2 herë. Në një ditë të korrim 2 fitore, tha Crvenkovski. Crvenkovski u bëri thirrje të gjithëve që t'i bashkangjiten Unionit për Ardhmërinë dhe siç tha, në betejën pas së cilës do të krijohen kushte më të mira për jetesë në Maqedoninë e Përbashkët. Para të pranishmëve foli edhe Lupça Apostollovski Bartës, kurse Ivica Zoriç është kandidati i kësaj partie për komunën e Tetovës. Ai ka premtuar infrastrukturë më të mirë, por edhe kthimin e jetës teatrore dhe muzikore në qytet. Në tubimin e mbrëmshëm foli edhe Samka Ibrahimovski dhe Tito Petkovski.